Mëngjes Esmeralda, ende nuk ka nisur seanca në fakt e parashikuar për të nisur në orën 10, janë paraqitur disa prej personave nën hetim, por edhe avokatët e tyre, pasi jo të gjithë personat e kësaj dosje kanë ushtruar ankim në gjykatën e posaçme të apelit për masën e sigurisë. Ditën e sotme, në fakt, është paraqitur Erion Veliaj dhe Elman Abule, të cilët ndodhen me masën e sigurisë arrest në burg, si dhe është paraqitur biznesmeni Shkëlqim Fusha me masë siguri e detyrim paraqitje, është paraqitur avokati i biznesmenit Gentian Sula dhe avokati i biznesmenit Meriman Palushi, pasi vetëm këta 5 persona kanë ushtruar ankim për masat e sigurisë. Ndërkohë që Ajola Xoza, bashkëshortja e kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, nuk ka ushtruar ankim ndaj masës detyrim paraqitje që u vendos në shkallën e parë nga Erion Bani. Në fakt ndryshua masa për zonjën Xoza, pasi fillimisht në mungesë për të ishte saktuar arrestin në shtëpi, por për shkak të rrethanave të saj familjare, ndaj saj u vendos masa e sigurisë detyrim paraqitje. Po ashtu nuk ka ushtruar kontroll edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, por edhe biznesmeni tjetër Sokol Kryeziu, i cili u paraqit disa ditë më vonë pasi ishte vendosur masa e sigurisë ndaj tij, ajo e detyrimit për t'u paraqitur. Në ditën e sotme, pranë gjykatës së posaçme të apelit, është paraqitur edhe avokati amerikan Joshua Roberts, i cili ditën e djeshme ishte në paraburgimin e Durrësit, atje ku takoi kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, i cili për një muaj mbahet i izoluar pikërisht në paraburgimin e Durrësit. Avokati Roberts do të jetë pjesë e stafit të avokatëve që do të bëjnë mbrojtjen ligjore të kryebashkiakut të Tiranës, i cili ka kërkuar një zbutje të masës së sigurisë, madje këtë kërkesë ka patur që në shkallën e parë, duke ofruar dhe garanci pasurore. Gjyqtari ditën e sotme Engert Pëllumbi do të vlerësoj pikërisht nëse do të jenë këto kushte për një masë më të butë sigurie për kryetarin e Bashkisë të Tiranës, për biznesmenin Elman Abule, gjithashtu i cili akuzohet për pastrim parash, ndërkohë që nga ana tjetër pritet që të dëgjohen dhe argumentat e vetë zotit Veliaj. Sipas informacioneve do të ketë edhe kërkesa paraprake nga vetë ky i fundit, por edhe nga avokatët e tij, por mbetet për të parë se si do të vijojë ky proces, tashmë goxha i polarizuar, po themi, por edhe i me debatet të ashpra në raport pikërisht të thënieve apo deklaratave që zoti Veliaj përgjatë një muaji ka bërë kryesisht ndaj prokurorit, një prej prokurorëve të dosjes, e konkretisht ndaj prokurorit Olzdato. Gjithashtu me interes për të parë është nëse në seancë do të jetë i pranishëm gjithashtu edhe vetë kreu i SPAK, Altin Numani, i cili është një prej prokurorëve të kësaj dosje së bashku me Olzdaton. E nga ana tjetër, zoti Veliaj nuk ka kursyer pikërisht gjatë këtij muaji që për vendosjes e tij në masën e arrestit në burg, edhe sulmet ndaj gjyqtarit të shkallës së parë, Erion Bani, i cili pikërisht vendosin ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Në mungesë më pas eri konfirmoi këtë masë sigurie. Vetë zoti Veliaj pritet gjithashtu që të mbajë një fjalë gjatë ditës së sotme, më pas do të asistohet nga avokatët e tij Ermir Beta, ndërkohë që gjithashtu mbetet për të parë nëse do të lejohet marrë pjesë në seancë pikërisht avokati amerikan i kontraktuar nga Veliaj, avokati Joshua Roberts, nëse gjykata do të pranojë pikërisht që ky avokat të jetë në rolin e vëzhguesit, paktën siç ka pretenduar vetë ai ditën e djeshme pasi vizitoi në ambientet e paraburgimit të Durrësit kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. Në rolin e vëzhguesit, çfarë nënkupton avokati amerikan Eni? Pra nuk do të jetë pjesë e trupës mbrojtëse, ka ardhur thjesht për të vëzhguar këtë proces, cili do të jetë roli i tij?